Dita e parë zyrtare në plazhin e Orekumit. Jemi në një vlog të ri, mirë se erdhët, mirë se u rikthye. Shpresoj shumë që vlogu së radhës ju ketë pëlqyer, edhe pse nuk ishte shumë i gjatë, po që anyway. Morning, sot është ditëlindja e Klevisit, jemi shumë herët për të fryrë gjithë humbacet dhe çdo zbukurimi tjetër që ta kemi gati për në darkë, por si fillim do bëjmë një plazh të mirë. Mua më kishte rënë një peshqir poshtë, po shkoj të marr peshqirin, by the way. Dhe sot kemi për të bërë zgarë, duke qenë se sot është ditëlindja e Klevisit, është 8 korrik dhe Klevisi mbush 11 vjeç dhe neve sot do bëjmë një zgarë së bashku sa të perëndoj pak dielli sepse tek balkoni jon lart bie dielli dhe është goxha vap. Dhe do bëjmë një zgarë me peshk, jo me mish, dhe do i marr me vete. Do i bëj një hum tur të shtëpisë, po si fillim që bëj pjesën e jashtme. Kjo është pjesa e borrit. Këtu janë shkallët që ndjesh ka 2. Okej. Tek shtëpia ka 2 hyrje, ajo është 1+1, sa kjo është 2+1. Para një 5-6 viteve neve shkonim tek 1+1, duke qenë se kjo rrallë herë ishte e lirë. Po që tani nuk ka më njerëz që vinë dhe në vëngit neve. Neve ndezëm zgarën, ja ku është Klevi, arsye pse është ndezë zgarë sot. Edhe majnum këto kakalecat. Tani do bëjmë dhe ca kakaleca me pana, siç bëhen për këto vëllet restorantet e detit. Dhe do bëjmë ca kakaleca zgare dhe ca do bëjmë me pana. Siç mund ta shihni, i pastrova kakalecat edhe i ndava në 2 pjesë. Këto jam duke i bë me pana, po i skuq me pak hudhër dhe vaj ulliri sepse dalin shumë të mira, edhe i kam marinu me pak krip, piper të zi dhe me pak piper të kuqe djeks. I lej nga 2 minuta secila anë që mos të digjen edhe bëhen tamam, domethënë kështu. Për mua është hera parë, edhe nuk e di se si do më dalin, po që do të shohim. Unë e marrova, i hodha qik vojolini dhe piper sipër dhe këtu kemi edhe patatet e skuqme. Këto specat i bëm tek zgara, ca i kemi të mbushura me gjizë dhe hudhër dhe ca janë sade. Çdo që është gati, babi tani po bën edhe kakalecë, sa ato kanë ngel të fundit, bëm gjysmën zgarë dhe gjysmën kam bërë me pana, siç ja u tregova. Dhe babi do ikim me çunat për të bler limon, sepse më duhet për atë me pana. Dhe më duhet gjithashtu dhe për peshkun. Dhe tortën që kemi porositur tek kjo pasqyria që është në Orekum, që pretendoj që është më e mira. Morëm një tortë me peta dhe me vanili, dhe ja tregojmë në video sapo ta marrin.
Neve blem të gjëra tek marketi dhe ja Klausi, ja Qesja. Është ora 2 dhe neve vendosim të vinim në shtëpi duke qenë se po frynte shumë erë dhe deti ishte shumë i pisë dhe me dallg. Edhe ja. Po hyjmë në shtëpi tani. Është Julia mamës? Po. Si që shifni, jemi kthyer në Tiranën tonë të bukur. Pazari kishte ndryshuar shumë, sa për një spoiler të vogël. Anyway, erdhëm në Tiranë në 10:30 mëngjesit sepse mami ishte pa qef dhe tha babi mos bëhet më keq, ku do rish me çunat këtej andej. Babi kishte rrugë për në Stamboll. Kur erdhëm në shtëpi tha mami, unë jam shumë mirë, sepse ti humbim pushimet. Praktikisht tani do kthehemi prapë në Rikum, se i kemi lënë të gjitha atje. Do ju flas kur timi atje. Dhe gjatë kohës unë po flas se kam edituar akoma videon e Sarandës, por që do mundon të përfundoj, megjithëse ju do e keni parë tani. Dhe kështu, shifemi në Rikumos. Ne po bëjmë gati tani sepse do dalim, do bëjmë ca pazare. Edhe do dalim për shëtitje. Asgjë interesante. Mirëmëngjesit të gjithëve nga një ditë tjetër këtu në Rikum. Sot është data 13, këtë mbaj mend. Dhe po bëjmë gati për të ikë në plazh. Kam edhe kremin e diellit tani, po kam këtë Dermedik. Okej, është ky. Dermediku i ka produktet e fytyrës, skincare-in të paktën e ka goxha të mirë. Unë kam një 2-3 vite që e përdor si firmë, po ky krem i diellit se pëlqen shumë, nuk është se pëlqen, oh shit. Nuk është se më pëlqen shumë për vetë një fakt se është shumë i trash. Anyway, ky është edhe looku për sot, super nice.
Shihen diell këtu, syt I kam nice unë. Dhe ja, super. Një puti. Neve sa përdëm të plazhi, parkum makinën aty. Unë tani juve dhe të them natën e mirë, edhe neve do shifemi përsëri nesër. Një ditë të re, unë lavë bëra një dush, dolëm, ju kapa një klip të Norikum, bëllëm më një makullore, blem të gjyra për nesër për plazh, dhe praktikisht bëra një video Get Ready With Me për ta hedhë këtu si YouTube Shorts, por më fshi gabimisht dhe si përfundim do ta bëjmë nesër një, dhe juve do ta shihni. Mirëmëngjesit të gjithëve, neve sot po nisemi për në dhërmi përsëri. Si shikoni kam bërë make-upin sepse bëra një video Get Ready With Me të re dhe do gjeni në kanal, domethënë. Tani jemi duke hikë të makinën se e lam jashtë oborrit shtëpisë tonë, duke qenë se dera oborrit ishte prish, domethënë dera kishte dalë nga një mentesh. Dhe ishte shumë e rëndë për të ngritë dhe për të rregulluar çdo herë që hynim dhe dilnim në makinë. Dhe lam me parkum jashtë si gjithë rrobat e tjerë. Jam shumë e catë përziera sot, nuk e di pse. Më thë thjesht më përzihet, nuk vjen, thjesht më përzihet. Anyway. Guten Morgen, edhe nga sot, Norikum. Po ikim tani se fryn shumë erë, se shifni nga vlogët që jemi po se të shaflan ditë. Edhe deti super I pisë është bërë këtej Norikum, shumë I pisë, nuk e di pse, shumë I turbull, si det, jo si det, po si ujë moçali, kështu ka një ngjyrë jeshile të shpifur, nuk di si çfarë t'ju them. Domethënë, dhe kështu do ikim në shtëpi. Për nesër pastaj do shohim. Se I shprishë kjo dhe më lodhi për sot, më lodhi. Si, rrethore. Neve është mirë kjo kamera. Vendosëm të bënim një zgarë dhe po bëjmë qofte. Herën e parë bëm peshk për ditën e Klevisit. Herën e dytë bëm mish që kam kap video. Herën e tretë qofte. Për mishën s'u kap video, se ishte mami pa qef dhe se isha shumë në mood. Që je. Ndezëm qymyri edhe bëm qofte rrethore. Praktikisht kjo zgara, kjo e stimulon qymyrin që të ndizet. Këtë e blem plus 10.000 lekë për pjesën e peshkut se na duhej. Dhe ja, është kështu. Neve tani do ikim të marrim postën e Temos, se na mojnë telefon dhe s'përgjigjet dot plazhin ton dhe praktikisht po shkojmë që ta gjejmë neve postierin. Dhe do ikim me mamin. Dhe unë unboxing e kësaj doja u nxjerr më vonë. Është një pako që nuk është se e pres shumë, se nuk ka shumë produkte për mua, është vetëm një produkt. Dhe të tjerat janë gjëra të tjera që unë do I bëj video dhe nuk e di se kur do e nxjerr, sepse akoma s'kam nxjerr partin e dytë të Temut, imagjino sa mbrapa jam. Dhe po, mami po merr pakon aty. Edhe më në fund e gjetëm.
Okej, unë s'kam bërë dush akoma, po që do bëj një dush para se të filloj gjumë dhe neve jemi në ditën e fundit këtu në Orikum sot. E bëra kështu se është më nice. Anyway, jemi në ditën e fundit në Orikum, po mbledhim gjërat, praktikisht po mbledhim valixhet të gjitha, edhe për nesër do ikim me këtë veshjen në shtëpi, sepse nuk do bëjmë dalesa, kështu që nuk kemi nevojë për një super veshje, s'kam nerva kur jam shumë në rrugë. Do mbledh të mbaj një furçë, çantën e make-upit, këto gjëra skincare dhe një 2 lisa flokësh që kam, dhe do të mbledh gjitha që nesër mos kem asgjë me të cilën të merrem apo të lodhem. Also, dua t'ju falenderoj shumë për 1100 shikime që më keni dhënë tek një YouTube short që hodha, një Get Ready With Me, sepse atë video unë e hodha një herë, pak një problem me YouTube-in dhe e rihodha më saktë dhe mori goxha shikime, nuk e prisja. Ju falenderoj nga zemra. Praktikisht këto janë të gjitha gjërat që duhet të mbledh. Unë do ndroj edhe kasën e telefonit tani, sepse praktikisht kemi atë me gjëra summary dhe duke qenë se vera mbaroi, do vendos atë timen që kam me BMW. Neve u bëm gati, mbledhëm gjitha gjërat dhe praktikisht babi po ecën me kamion para dhe ne me mamin mrapa. Tani kemi bërë një ndalesë të Jet Oil dhe jemi në Lushnjë. Shifi tani këtu, Pici është këtu, okej. Dhe Pufi është këtu, dashuria ime, Pufi! Edhe kështu, këtë javë që po ikim neve, këtë javë ka dhënë që dhe jetë super shumë vap, po që anyway, nuk kemi qa bëjmë. Ju tregoj edhe kështu pak. Makina është bërë për të lasë, se ra një shi në Orikum edhe bërgjull. Ky vlogu nuk i di se sa i gjatë mund të ketë dalë, po që unë kur shkoj në shtëpi do bëjmë mbylljen, edhe do mbaroj editimin e kësaj dhe pastaj do ta postoj. Shpresoj që kjo video të ketë dalë gjatë edhe që të ketë material mjaftueshëm, mos të jetë e mërzitshme.